Drejtoria e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë e Vlorës është futur në kolaps të plot me drejtues të komanduar për më shumë se një vit. Mbas lirimit nga detyra të Fatmir Llanaj në krye të kësaj drejtorie, është komanduar përkohësisht Avenir Rapaj, deri në përfundimin e procesit të konkurimit për këtë pozicion. Në këto kushte, burime zyrtare thonë për televizionin 6+1 Vlora se i vetmi sektor që është në punë në drejtorinë e taksave dhe tarifave vendore është sektori borxhit, që për rreth një vit drejtohet nga Eglantina Shakaj, e cila vjen me një kapacitet dhe performancë të lartë duke vendosur në shinat e duhura. Eglantina Shakaj ka një eksperiencë 18 vjeçare në fushën e ekonomisë, ku 7 vitet e fundit spikati në drejtorinë e taksave dhe tarifave vendore si specialist të pranimi dhe aktualisht përgjegjëse në sektorin e borxhit dhe kontabilitetit që prej shkurtit të 2025-s. Për hir të së vërtetës, sektori borxhit në këtë drejtori ishte një sektor i lënë në hares, ndër vite ku qindrat debitor as nuk e dinin se ekzistonin apo rezultonin debitor. Keq menaxhimi nga ish punonjës të këtij sektori dhe ish drejtues të institucionit ndër vite kanë akumuluar vlera të larta monetare të pambledhura. Por emërimi i përgjegjëses së re Eglantina Shakaj ka sjellë një menaxhim me sukses. Gjithashtu, në qendër të punës së Eglantina Shakaj është edhe mirë informimi i subjekteve debitore nga vetë përgjegjësia dhe arritja me sukses e marrëveshjeje. Kjo punë e mirë dhe voluminoze ka bërë që Bashkisë së Vlorës t'i kreditojnë vlera mbi 100 milion lekë të reja të debive të haruara në listat e debive. Drejtoria e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë e Vlorës ka dështuar të përmbush objektivat e përcaktuara për periudhën e fundit, duke regjistruar nivele të ulta të realizimit të planit dhe duke u renditur ndër strukturat me performancën më të dobët. Kjo situatë ka ngritur shqetësime serioze për mënyrën e administrimit fiskal në një nga qytetet më të rëndësishme turistike të vendit, veçanërisht në prag të nisjes së sezonit veror. Administrata vendore do të duhet të luajë një rol mbështetës për sipërmarrjen, duke garantuar një mjedis të drejtë dhe të qëndrueshëm, dhe jo të kthehet në një pengesë për zhvillimin ekonomik. Qëllimi nuk duhet të jetë rritja e barës fiskale, por shpërndarja e saj në mënyrë të drejtë, duke bërë që çdo biznes të kontribuojë në përputhje me aktivitetin që zhvillon. Vetëm në këtë mënyrë mund të sigurohet një rritje të ardhurave dhe një zhvillim më i balancuar ekonomik. Shembullin më të mirë të ndryshimit e ka dhënë sektori borxhit që mbas emërimit të Eglantina Shakaj, që duhet të ndiqet edhe nga sektorë të tjerë, ndërsa Bashkia e Vlorës duhet të marrë masa urgjente për të hapur dhe organizuar konkursin për zgjedhjen dhe emërimin e drejtorit të ri të drejtorisë së taksave dhe tarifave vendore, pasi drejtorit e komanduar ka rezultuar një dështim.